Të nderuar investitor Fatmir dhe Jusuf, i nderuar kryeministër, i nderuar kryetar Zoti Ahmeti, të nderuar antarë të kabinetit qeveritar, deputet, kolegë kryetar komunash dhe gjithë ju të pranishëm këtu, vjen mirë që institucionin që udhëheq në kompetencat e veta ka qenë krah të afaristëve, investitorëve, në këtë rast edhe në krah të Fatmirit dhe Jusufit kuptohet një kontribut të shkëlqishëm ka edhe qyteti i Shkupit këtu në këtë rast, në krye me zotin Shilegov dhe gjitha institucionet qeveritare që janë këtu të pranishëm dhe dërgojmë porosin se jemi të interesuar për një zhvillim lokal dhe qendror që bashkarisht të gjithë të kontribojmë në ngritjen e standardeve jetësore dhe cilësore këtu në komunën tonë, qytetin tonë dhe shtetin tonë. Do atë ju siguroj në interes të kohës se unë do vazhdoj të mbetem me institucionin, me administratën komunale, këshillin komunal që t'jemi për krah jush si investitor, me qenë se unë kam qenë edhe më herët, kemi biseduar edhe për planet e juaja që doni të zgjerojeni në një të ardhme të afërt dhe besoj që do të keni për krahen edhe të komunës, edhe qytetit, edhe qeveris me vetë prezencën nga kryeministri dhe gjithë ministrat tjerë që janë këtu, dhe besoj që gjithë bashk dhe ja dalim që komunat tona, qytetin ton, shtetin ton, ta bëjmë sa më të zhvilluar, sa më konkurent me shtetet në rajon dhe t'jemi edhe ne me një zhvillim të hovshëm dhe pse jo të krahasohemi edhe me shtete, komuna, qytete europiane. Prandaj, edhe njerë duat ju siguroj që Komuna e Saraj do tjetë mbështetëse e juaja, është interes i gjithë institucioneve që ne t'i përkrajmë dhe këte e kemi dëshmu dhe duat ju siguroj, Zoti Zaev, Zoti Ahmeti dhe gjithë ju të pranishëm se në periudhën që është paranesh, sigurisht që do t'ketë edhe shumë investime tjera dhe besoj që do t'ndani kohë që t'jeni prezent me investimet e reja që do t'ndodhin në kontinuitet në komunën e Sarajt. Faleminderit. Shumë shkurt edhe kështu. Po qituani prisutni, po qituani predstavnici na mediumite, po qituani investitori, Fatmir Jusuf, po qituan presatel na vladata, presatel Ahmeti, členovi na vladata, pratenici, kolegi gradonačelnici, site prisutni. Ja stojam tuka pred vas, gospodine Fatmir, gospodine Jusuf, i ushtet naš javno da ve uveram deka će prodolžime vo vašite iskreni nameri koji so vašiot trud, so vašiot kapital, vije imate verba da investirate u opština Saraj, to je golema čest za nas, no i da budete sigurni deka i vo kontinuitet će podržime i mislim deka do сега сме ја укажале таа доверба и општината и градот, но се разбира и самото присуство на владата, почнувајќи од председателот на владата и другите членови на владата, председателот Ахмети и сите други присутни, ви дават голем мотив и подршка и ќе се обидеме и согласно вашите планови како менаджмент да се проширите во инвестицијата и што повеќе да сте присутни во не само во домашниот пазар, бидејќи вие сте и во надворешниот пазар, да се проширите уште повеќе и да имаме уште повеќе успеси и кај вашата компанија, но и кај другите. Истовремене, за крај дозволете како витна информација, бидејќи јас и господинот Шилегов ги имаме тие информации како локална власт, министерот за економија, финансии, председателот на владата и сите релевантни институции дека се почесто ќе има вакви инвестиции во Сарај. Се радевам и убеден сум дека и кај другите колеги и со тоа ќе испратиме една силна порака дека сите работиме за подобрување на стандардот и квалитетот во нашата општина, нашиот град и во нашата држава. Ви благодарам и уште еднаш ви честитам за досегашниот успех и за понатамошните чекори кои ќе следуваат со успех Фатмир и Jusuf. Нека е со среќа. Хвала.